Përshëndetje për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Muhamet Bishga, jam CEO dhe founder i platformës Panelit Online. Në minutat në vazhdim do të ndajmë informacione të rëndësishme në lidhje me programin që ofron Paneli Online për të gjithë ju që doni të bëheni pjesë e kësaj platformës dhe programit që ne ofrojmë. Në minutat në vazhdim do të ndajmë informacione në lidhje me mënyrën se si mund të bëheni një partner strategjik i platformës Panelit Online, si të hapni një agjenci marketingu dhe të bëheni një agjenci partnere, si të bëheni një sipërmarrës online, si mund të bëheni një brand ambasador i platformës ose një menaxher i sistemit online ose shkurt MSO. Për ata që nuk e dinë, Paneri Online është një platformë marketingu ku secili biznes ka një hapësirë të vetën, ku nëpërmjet kësaj hapësirës ai ka mundësi që të reklamohet nëpërmjet fjalëve kyçe për të gjetur klienta të rinj në Google. Kemi disa paketa që ofrojmë për bizneset dhe kemi mbi 300 biznese që janë bërë pjesë e platformës, janë mbi 200 prej tyre që janë riabonuar për herë të dytë ose të tretë, mbi 60 biznese kanë hapur edhe website-in e tyre, pra kanë aktivizuar domenin e tyre nëpërmjet kësaj platforme, janë mbi 20.000 klikime në ditë dhe janë mbi 13 milion vizitorë që nga dita e parë. Por sot jemi për të folur për pjesën se si mund të bëheni gjithsecili nga ju një partner i kësaj platformës në varësi të qëllimeve dhe objektivave që keni. Dhe pa humbur kohë, po kalojmë tek agjencitë partnere, të cilat aktualisht e kanë një biznes. Pra, po flasim për agjencitë e marketingut ekzistuese që kanë një NIP ose që operojnë në fushën e marketingut me tabela, me mjete promocionale apo sisteme CRM të ndryshme, ose për profesionistë të cilët kanë mbi 3 vite eksperiencë dhe që duan të ndërtojnë një agjenci marketingu. Pra mund të kenë punuar në kompani të ndryshme ose në agjenci të ndryshme marketingu dhe kanë eksperiencën dhe janë gati që ata të ndërtojnë direkt një agjenci marketingu. Kjo është për sa i përket agjencive ekzistuese, pra që e kanë një NIP. Dhe doja të shpjegoja si fillim çfarë është partneri strategjik dhe pastaj të kalojmë tek agjencitë partnere. Partneri strategjik është një agjenci marketingu e cila ka më shumë se 6 muaj që është partnere autorizuar e platformës Panelit Online. Pra duhet të ketë kaluar një kohë minimumi një 6 muaj si agjenci partnere dhe pastaj mund të aplikojë për partner strategjik. Partneri strategjik do të thotë që ka ndërtuar një ekip prej minimumi 9 personash. Pra, te kjo agjencia e marketingut që ka, duhet të ketë një ekip, pra nuk mund të quhet agjenci partnere dhe nuk mund të aplikojë për partner strategjik nëse ai ka për shembull 3-4 veta staf. Duhet minimumi 9 persona. Dhe të shes ekskluzivisht shërbimet që ofron Paneri Online, që do të thotë agjencia partnere që të bëhet partner strategjik nuk do të merret me gjëra të tjera, por duhet të shes ekskluzivisht vetëm shërbimet që ofron Paneri Online. Dhe sigurisht agjencia aplikon për të bërë një partner strategjik për një shtet, për të marrë përfaqësinë e saj, se qëllimi i partnerit strategjik ky është, që të marrë përfaqësinë e platformës Panelit Online për një shtet të caktuar, sigurisht nëpërmjet aplikimit. Çfarë duhet të bëjë partneri strategjik? Si fillim hap një agjenci të re, edhe në rastet kur e ka një agjenci marketingu, edhe në rastet kur ai është një profesionist dhe do të zhvillojë direkt një agjenci marketingu. Nëse e ka, do të hap në varësi të agjencisë që ka ose të biznesit që ka, nëse s'ka e hap direkt në zero. Sigurisht që ky gjen dhe angazhon minimumi një person nga stafi që ka, që të merret vetëm me agjencinë e re, sepse qëllimi është që për 6 muaj ai duhet të krijojë të gjithë stafin, pra minimumi 9 personat. Dhe brenda javës së parë ai ndërton sistemin SMO 360 për agjencinë e re me fokus vetëm shërbimet që ofron Paneri Online. Për ata që nuk e dinë se çfarë është SMO 360, është një sistem marketingu online 360 gradë, i cili ofron që nga reklamimi në rrjetet sociale në 7 platforma të rrjeteve sociale, deri tek krijimi i website-it nëpërmjet platformës, me SEO dhe të gjitha gjërat që i përket marketingut dhe menaxhimit të një biznesi online, që në rastin konkret është agjencia e marketingut. Gjithashtu,
mëson dhe përdor sistemin që ofron paneri online, platformën, strukturën ekzistuese dhe programin 100 Video Plus në lidhje me videot me avatar ose me videot me figurë, sepse sistemi SMO 360 e ka të përfshirë programin 100 Video Plus, ku janë mbi 120 video të cilat postohen në të gjitha këto rrjetet sociale çdo ditë nga një video për informimin, reklamimin dhe orientimin e bizneseve të cilët duan të marrin shërbimet që ofron paneri online. Pra klienti këtu vjen nëpërmjet këtij sistemi dhe nëpërmjet programit 100 Video Plus. Çfarë përfiton një agjenci partnere? Licencë operative për 2026, pra të drejtën që të sesh shërbimet e panerit online, ekskluzivitet në shitje të shërbimeve që ofron paneri online, pra është si partnere autorizuar, trajnime dhe materiale operative për programin 100 Video Plus, ku janë tekstet gati, tekstet që do postohen në rrjetet sociale për secilin rrjet social, hashtaget dhe çdo gjë që është e nevojshme për sa i përket programit 100 Video Plus. Të drejtën për ndërtimin e një ekipit dhe agjencisë së re, pra me miratim, pra personi në fjalë i jepet e drejta që të ndërtojë dhe ekip dhe agjencinë e re të marketingut. Nëse dëshiron mund të jepet dhe një territor i caktuar për një shtet, nëse ai e mendon që të bëhet partner strategjik. Po kjo pas 2 muajve të parë, domethënë nga fundi i muajit të dytë, pra jo që muajin e parë, dhe mundësinë kalimi si partner strategjik në 2027 për një shtet të paracaktuar me miratim nëse ai plotëson të gjitha kriteret, se minimumi duhen ja 6 muaj një herë, që ai të konsolidohet vetë si agjenci partnere dhe pastaj të mund të bëhet partner strategjik. Sigurisht që për agjencitë partnere të cilat aktualisht janë në treg, pra që kanë një NIP ose për personat që kanë mbi 3 vite eksperiencë, ka 2 forma se si mund të nisë partneritetin si agjenci partnere. E para është me një tarifë hyrëse, do të thotë i paguan 3.000 euro për 2026 dhe për të gjitha paketat që shet, pra për paketat që ofron paneri online, e merr 100% fitimin, sepse ka marrë licencën, pra licenca kushton 3.000 euro. Ose në rastet kur agjencia nuk dëshiron që të investojë që për të marrë licencën, operohet në këtë lloj forme me klientët ekzistues që ka, ofrohet modeli i fitimit 90-10, pra 90% i merr agjencia marketingut dhe 10% i merr paneri online, ndërsa për muajt e tjerë pastaj kalon në opsionin 80-20, ku 80% i merr agjencia dhe 20% i merr paneri online. Ndërsa nga 2027 në vazhdim, ajo vazhdon me modelin 70-30 nëse kualifikohet si agjenci partnere dhe partner strategjik. Në të kundër pastaj do të jenë standardet e reja që do vendos paneri online për tarifat e përfitimit që do kenë të gjitha agjencitë partnere. Dhe kush janë fitimet e mundshme që mund të fitojë një agjenci partnere për 2026? Për 90 klientat e parë, nëse një agjenci partnere qoftë në rastin kur ajo merr licencën me 3.000 euro, qoftë në rastet kur është 90% me 10%, mesatarisht fitimi brenda vitit të parë, pra brenda 2026, është nga 15.000 euro deri në 60.000 euro. Këtu janë 4 llojet e paketave bazë që ne ofrojmë, ose minimumi nga 1.500 euro deri në 6.000 euro. E së ndryshe, në muaj minimumi nga 3 deri në 9 klienta, që një person të mund të fitojë minimumi 1.500 euro ose deri në 6.000 euro në muaj. Sigurisht për ata që kanë aftësi. Pra kjo nuk është për një njeri fillestar i cili sot fillon edhe pretendoj të fitojë 1.500 euro apo 6.000 euro. Dhe kushtet kryesore për agjencitë partnere është në këtë paket janë të përfshira minimumi 90 klienta për 2026. Pra si në rastet kur paguan licencën 3.000 euro, si në rastet kur është me përqindje 90-10. Mbi 90 klienta pastaj kalon me tarifat e 2027 që janë 70-30 për agjencitë partnere. Minimumi duhet të gjej 3 klienta të rinj çdo muaj dhe duhet raportoj çdo javë në lidhje me aktivitetin e saj
në kuadër të bashkëpunimit. Kush janë detyrat dhe puna e agjencisë? Krijon dhe poston video në 7 rrjetet sociale. Pra tekstin ja japim gati, por kjo pastaj i krijon vetë nga zero, bën menaxhimin e rrjeteve sociale për agjencinë që do hapet, bën telefonata me kërkesat që vijnë nga videot për të realizuar shitjet, por edhe telefonata të ftohta, jo vetëm kërkesat që vijnë nga videot, zhvillon një biznes kategori në një fushë të caktuar. Një e tillë është oferta festa që ndoshta e shpjegojmë herën tjetër. Bën përpunimin e materialeve që dërgon biznesi, bën gjetjen e fjalëve kyçe që do t'i vendosen për secilin biznes, bën hedhjen e reklamave në platformë për secilin biznes dhe bën raportin javor dhe dërgonte paneri online çdo javë deri në fund të 2026, sepse pastaj s'është më e nevojshme. Dhe kalojmë tek pjesa e programit për bashkëpunimin, por për persona të cilët nuk i kanë aftësitë dhe nuk kanë vjetërsinë e punës, po themi si një person që ka mbi 3 vite që merret me agjenci marketingu ose si një agjenci që aktualisht është në treg dhe ka klientat e veta. Këtu po flasim për persona të cilët duan të zhvillojnë një agjenci marketingu nga zero dhe me kosto zero nëpërmjet panelit online. Dhe ky program është krijuar specifikisht për ata të cilët duan ta nisin nga zero. Dhe kushti i parë është që duhet të jenë gati të angazhohen seriozisht 5 deri në 6 orë në ditë. Dhe që nuk duan të improvizojnë, por që duan të ndërtojnë një sistem me produkte dhe me një strukturë që ka një sistem të gatshëm shitjeje. Sigurisht që ky program nuk është kurs dhe nuk është për freelancera që thjesht duan të angazhohen. Dhe nuk është një punë pasive, pra që punoj sot, nesër, kur kem kohë të mund të angazhohem. Pra ky është një ndërtim biznesi nga zero. Pra këtu ndërtohet një agjenci marketingu nga zero. Çfarë është profili një agjencie partnere nga zero? Ky program është për personat që kanë njohuritë bazë ose mesatare në lidhje me Canva, CapCut dhe ChatGPT. Këto janë 3 programet bazë që një person duhet t'i di, po edhe nëse nuk i di, po themi brenda javës i mëson nga 3 ditë për secilën, arrin që t'i mësoj, po themi në nivelin bazë. Sigurisht të jenë të gatshëm që të dalin me fytyrë në video dhe të pranojnë të prodhojnë pra përmbajtje çdo ditë. Jo domosdoshmërisht mund të dalë me fytyrë, por e mira është që ai të dalë direkt me fytyrë, për shembull siç është Sergio që ka agjencinë Soma Marketing, ose si Najda që ka Kroatia Marketing, të cilët bëjnë video me fytyrën e vet. Por edhe në rastet kur personi nuk dëshiron të dalë me fytyrë, patjetër ka opsione të ndryshme që janë videot me avatar, që edhe këto e zgjidhin këtë problem. Po sugjerimi im është të duan të bëjnë videot me fytyrën e tyre. Sigurisht të duan që të ndërtojnë një agjenci reale, jo thjesht një faqe Instagrami, apo të bëjnë këto menaxhimin e rrjeteve sociale. Këto janë agjenci amatore, nuk janë agjenci të mirë filtra. Këtu po flasim për ndërtimin e një agjencie reale, ku me fokus ka shërbimet që ofron paneri online. Dhe agjencia hapet ekskluzivisht vetëm për shërbimet që ofron paneri online dhe ndërtohet nga zero. Dhe çfarë përfiton pra kjo agjencia partnere nga zero? Është e rëndësishme që agjencia këtu nuk shpik shërbime, por shërbimet janë të gatshme, janë paketat e gatshme që ofron paneri online, dhe është një sistem që funksionon dhe është i provuar dhe i testuar. Ajo çfarë përfiton është licenca operative për 2026, pra të ketë të drejtën që të shes shërbimet që ofron paneri online, të drejtën për të hapur pra një agjenci marketingu nga zero, të drejtën për ndërtimin e ekipit dhe agjencive të reja, por me miratim, e ka një plan biznesi të gatshëm për një segment të caktuar për një kategori biznesi, ku do të jetë bashkëpronare me panerin online në një mini kategori,
ekskluzivitet dhe akses të plot për shitjen e shërbimeve pra që ofron paneli online dhe strukturë të gatshme me oferta dhe me çmime. Janë 100% gati tek paneli online. Sigurisht që edhe këtu kemi trajnime dhe materiale operative për programin 100 Video Plus me skripte, me video dhe çdo gjë gati, mentorimin 1-me-1 që e ka drejt për drejt me mua, që kam ndërtuar me 10 biznese të tilla online dhe agjenci marketingu. Dhe mentorimin e ka jo vetëm për ndërtimin e agjencisë, por edhe për ndërtimin e ekipit, pra se si rekrutohen dhe si punësohen njerëzit. Një rrugë të qartë me hapa konkret për rritjen dhe kualifikimin si partner strategjik, sepse brenda 6 muajve të parë kualifikohet si agjenci partnere, por pastaj jepen dhe hapat konkret për të kualifikuar si partner strategjik, nëse dëshiron gjithmonë të bëhet partner strategjik. Nëse jo, thjesht vazhdon si agjenci partnere. Dhe do t'i jep edhe një territor, pra një shtet, po themi, në rastet kur dëshiron të bëhet një partner strategjik. Nëse jo, s'është e nevojshme. Dhe sigurisht mundësi që të kaloj si partner strategjik për 2027 në një shtet me miratim, gjithmonë në rastet nëse kërkon dhe do. Çfarë përfiton? Përfiton listimin si agjenci marketingu e certifikuar dhe autorizuar tek lista e partnerëve, që është platforma e dedikuar për partnerët e panelit online, që është partner marketing, ku aty ka vetëm agjenci marketingu. Dhe automatikisht del dhe tek lista e partnerëve, që është në faqen e parë të platformës panelit online, aty ku klikon partnerët, automatikisht hapet lista e të gjitha agjencive partnere që janë te paneli online. Dhe kjo është një benefit shumë i madh, sepse bizneset nga janari 2026 nuk kanë më të drejtë që të hyjnë dhe të bëjnë pjesë e panelit online, nëse ato nuk bëjnë partneritet me një agjenci partnere që është te paneli online. Pra vetëm nëpërmjet agjencive partnere një biznes, i vogël apo i mesëm, çfarë do qoftë, nëse do të bëhet pjesë e panelit online, duhet të gjejë një agjenci partnere. Vetë paneli online nuk e ofron më këtë shërbim. Pra janë vetëm agjencitë partnere dhe kjo është një vlerë shumë e madhe për të gjitha agjencitë partnere te paneli online. Sigurisht që këtu angazhimi dhe standardet kanë rregullat e veta. Angazhimi është minimumi 5 deri në 6 orë në ditë, sepse është program shumë intensiv dhe nuk mund të funksionojë domethënë me një angazhim gjysmak, po themi 1 orë, 2 orë në ditë. Është e detyrueshme prodhimi i 100 videove plus, mirë është me fytyrë, por ndoshta edhe me avatar, atë e zgjidhni juve. Duhet të krijoj dhe të punoj me Canva, foto, postera, logo dhe banera për bizneset, për agjencinë e vet, dhe për çdo gjë tjetër që është e nevojshme në lidhje me marketingun online apo me hedhjen e informacioneve në platformë. Duhet të bëj editimin e videove me CapCut, me titra dhe me materiale ilustruese. Pra ato që mund t'i prodhoj me fytyrën e vet apo me avatar, do të bëhen me titra, me video, me logo, në mënyrë profesionale. Sigurisht që duhet të përdor ChatGPT-n për krijimin e kontentit dhe gjetjen e fjalëve kyçe, por jo copy-paste, por duhet të mësoj që të jetë një content creator, pra një krijues kontenti i cili me të vërtet gjen fjalët më të mira kyçe, krijon tekstin si duhet, që biznesi të prezantohet në mënyrën më të mirë të mundshme online. Sigurisht që duhet të respektoj çmimet dhe ofertat zyrtare që ofron paneli online. Mbi çmimet zyrtare që ka paneli online nuk ka të drejtë që t'i shesi, nën atë çmim mund të bëjë ofertë sa të doj, por thjesht ajo ulje që bën do të ulet nga fitimi i tij, jo nga fitimi që merr paneli online. Personi në fjalë duhet të bëjë raportim ditor për aktivitetin që duhet të ketë në 6 muajt e parë, dhe pastaj thjesht raportin mujor pas 6 muajve të parë, sepse tashmë ajo është konsoliduar si agjenci partnere dhe s'është më e nevojshme që të raportoj çdo ditë. Për kë nuk është ky program? Nuk është për personat që kërkojnë të punojnë 1 ose 2 orë në ditë, sepse nuk munden që të kenë sukses me kaq angazhim. Nuk është për personat që nuk duan të dalin me zë dhe me figurë. Ne mund të tolerojmë, por vetë do ta kuptojnë në të ardhmen që
nuk ka shumë vlerë nëse do të bëhet agjenci partnere, nëse nuk del me zë dhe me fytyrë. Por gjithsesi, kjo është e tolerueshme nga ana jonë. Nuk është për personat që nuk kërkojnë rezultat pa volum, pa punë dhe pa bërë këto videot dhe pa bërë telefonata për shitjet. Pra nuk mund të ketë rezultat nëse ai nuk bën telefonata, nuk bën këto videot dhe nuk punon. Dhe nuk është për personat të tipit që duan të mësojnë pak edhe pastaj të ndalen. Kjo është punë e vazhdueshme, zhvillim i vazhdueshëm, angazhim i vazhdueshëm, nëse duam që të kemi rezultat. Nuk është një gjë që e mësova unë këtë gjë tani edhe tani, do pres që të më vinë klientat, ose i bëra unë videot edhe tani do pres që të më vinë klientat. Klientat vinë edhe nga videot, por edhe vetë duhet ta ndihmojmë pak sistemin me telefonata të ftohta apo me forma të tjera marketingu. Në këtë paket janë të përfshira dhe këtu maksimumi 90 klienta për 2026, mbi 90 klienta pasaj kaloj me standardet e 2027. Minimumi duhen 3 klienta të rinj çdo muaj, raport ditor, javor edhe mujor. Dhe agjencia nuk shet shërbime jashtë panelit online, pra këto janë rregullat dhe kufizimet, pra nuk ka të drejtë që të shet shërbime të tjera, të tipit menaxhim rrjeteve sociale apo çfarëdo lloj shërbimi tjetër. Ne kemi plot shërbimet tona që nga menu online, kontakte me QR kod dhe plot shërbime të tjera, kështu që nëse doni të shtoni sasinë e shërbimeve, kemi dhe nga ato fizike edhe online, përveç paketave të marketingut. Kështu që patjetër që mund të shisni, por jo shërbimet që nuk i ofron paneli online. Nuk i ndryshon çmimet, çmimet janë standarde, mund t'i ulni, por jo t'i ngrini. Nuk përdoret brendi i panelit online si agjenci, por përdoret direkt brendi i agjencisë, pra kur prezantoheni tek një klient nuk prezantoheni si menaxher apo si pjesë e panelit online, por prezantoheni si agjenci partnere me panelin online dhe i thua jam nga filan agjenci dhe jam agjenci partnere autorizuar tek paneli online. Sigurisht që nuk ka një ekskluzivitet territorial për 2026, sepse këto do ndahen në 2027 territoret. Dhe shkeljet apo rregullat, po themi shkelja e rregullave, bëhet ndërprerje automatikisht e njëanshme nga paneli online, pavarësisht rezultateve që mund të keni marrë. Nëse shkelni rregullat bazë të panelit online, automatikisht ndërpritet marrëdhënia. Detyrat janë të tilla, krijon dhe poston çdo ditë në 7 rrjetet sociale nga një video tek agjencia me avatar në 2 muajt e parë që e keni të gatshme, o japim ne të gatshme, dhe pas 2 muajve pastaj përgatitet që hapet agjencia juaj, rrjetet sociale. Por kjo është e vazhdueshme. Bën menaxhim në rrjetet sociale për agjencinë me avatar, pra që e keni në përdorim 2 mujor, se pastaj do hapni agjencinë tuaj. Bën menaxhim në rrjetet sociale për agjencinë me videot me zë dhe me fytyrë, sepse pas muajit të dytë, domethënë që nga muaji i dytë do filloni të ndërtoni agjencinë tuaj. Dhe bën telefonatat me kërkesat që vijnë nga videot, por dhe telefonatat të ftohta në lidhje me bizneset të ndryshme që doni të shisni një nga paketat për të kapur targetin, sepse janë minimumi 3 klienta çdo muaj. Dhe paralelisht zhvillon një biznes kategori në një segment të një fushe të caktuar, që në muajin e parë, për shembull siç kemi Oferta Festa. Oferta Festa është një mini platformë e cila ka për target një segment të caktuar, për shembull për vila, restorante dhe hotele, sepse prezanton vetëm ofertat për festat, për Krishtlindjet, vitin e ri, Shën Valentinin apo 8 Marsin apo festat e nëndorit. Pra është një segment i një kategorie të caktuar që ka të bëjë me kategorinë, po themi, hoteleri, turizëm, restorante, gjëra të tilla. Kështu që siç është kjo biznes kategori, do të bëheni pjesë, pra do të zhvilloni pra një mini platformë të tillë. Janë rreth 150 mini platforma të tilla. Bën përpunimin e materialeve që dërgon biznesi, bën gjetjen e fjalëve kyçe dhe i hedh këto në platformë, pra bën dhe hedhjen e këtyre reklamave në platformë për secili biznes, bën raportin ditor dhe dërgon çdo ditë te paneli online, pra gjatë 6 muajve të parë.
Sigurisht që qëllimi është të ndërtojmë një volum klientësh, pra minimumi për 6 muaj është 6-18 klienta, minimumi, por maksimumi pastaj është mbi 50 klienta. Tregon disiplinë operative dhe kjo është një nga treguesët nëse do të përzgjidheni për të kaluar në nivelin partner strategjik, pra nëse ke disiplinë operative, nëse jo, pastaj thjesht ngelesh një agjenci partnere. Mban ritmin e prodhimit dhe të shitjeve, pra nuk është një muaj shesim 3 e një muaj nuk shesim hiç, por do të jetë minimumi 3 e lartë, pra gjithmonë në rritje. Dhe sigurisht që bën rekrutim dhe trajnim të personave që duan të punojnë online ose që duan të hapin një agjenci marketingu nga zero. Sepse vetëm në momentin që ne fillojmë dhe rekrutojmë, do të kemi mundësi që të krijojmë atë stafin ton që na duhen, pra për secila agjenci do të ketë minimumi një ekip prej 9 personash që të kalojë si partnere strategjike. Në të kundërt, thjesht qëndron agjenci partnere. Ndoshta edhe me 1 person. Nuk është e thënë ti bëj 9, si agjenci partnere gjithsecili e ka të drejtën të jetë pjesë e programit edhe për 2027 në vazhdim, domethënë. Por partnerë strategjik do të jenë vetëm ato që plotësojnë kriteret. Sigurisht që rruga e rritjes këtu vazhdon në këtë lloj forme. Në 2 muajt e parë thjesht ndërtohet baza për agjencinë partnere dhe në muajin e dytë ajo aplikon për ta hapur agjenci partnere. Merret licenca në muajin e 4, sepse 2 muaj duhet që personi të kualifikohet për të marrë licencën, dhe pastaj në fund të muajit të 6 aplikon për një ekskluzivitet territorial, pra për të kaluar si partner strategjik, në rastin se plotëson kriterin. Nëse nuk e plotëson, atëherë vazhdon thjesht si partnere, si agjenci partnere tek Paneri Online. Dhe rezultatet që një person mund të marrë, pra një person që ndërton një agjenci marketingu nga zero, brenda 6 muajve të parë krijohet agjencia e marketingut, pra një agjenci reale, me staf, me klienta, me shërbime, me produkte dhe çdo gjë që i takon një agjencie marketingu, edhe me NIPT. Hapet edhe NIPT-i zyrtarisht në QKB. Bëhet bashkëpronar me 49% të aksioneve në një mini platformë online, siç është pra oferta Festa që e shpjegova pak më lart, ku 51% i ka Paneri Online dhe 51% dhe 49% i ka personi në fjalë. Detyra e tij është që të bëj menaxhimin dhe shitjen edhe klientat edhe çdo gjë edhe stafin për sa i përket kësaj miri platformës, ndërsa Paneri Online është ai i cili ka gjithë sistemin dhe ka ndërtuar gjithë strategjinë për ta krijuar këtë mini platformë. Bashkëpronari nuk ka të drejtë të ndryshojë apo të marrë vendime në lidhje me strategjitë e marketingut dhe me vizionin e mini platformës, ai thjesht bën menaxhimin e stafit dhe të klientave. Sigurisht që ajo që do ndodh brenda 6 muajve, krijohet një sistem i shitjeve online nëpërmjet sistemit SMO 360 për agjencinë e marketingut që ai do krijojë që në muajin e dytë. Sepse nëpërmjet këtij sistemi do t'i vinë vetë klientat për të bërë pjesë e Panerit Online. Dhe paralelisht ndërton dhe sistemin e shitjeve për mini platformën që ai është bashkëpronar dhe këtë e bëjmë që në muajin e parë, domethënë, ndërtohet ky sistemi SMO 360 për mini platformën, sepse aty bëhet edhe praktika, po themi, që ky personi të aftësohet për agjencinë e vet pastaj. Dhe rezultati pas 6 muajve, sigurisht nëse e ndihni seriozisht, ndërtohet edhe identiteti profesional për 2 bizneset online, pra agjencinë e marketingut dhe mini platformën, identiteti profesional për vetë drejtuesin e këtyre bizneseve, dhe hapet rruga pra për shkallëzim ndërkombëtar për qoftë për agjencinë e marketingut që të bëhet një partnere strategjike, qoftë për mini platformën e cila edhe ajo kalon në nivelin ndërkombëtar, ku mund të jepen përfaqësi pastaj për shtete të caktuara. Dhe në 6 muajt e parë, për çdo klient të ri, agjencia partnere pra i merr 80% të fitimeve, ndërsa 20% i merr Paneri Online.
Dhe nga 2027 kalon 70-30 dhe për 2026 nuk ka më një abonim mujor, pra që të paguaj çdo muaj, sepse ka vetëm një tarifë fikse, fillimi. Fitimi lidhet direkt me performancën dhe agjencia fiton vetëm nëse shet, sepse nëse nuk shet, nuk ka fitim. Fitimet të mundshme për agjencinë partnere janë të tilla: për 90 klientat e parë në raportin 80-20 është minimumi është 15.000 euro në muaj, 15.000 euro në vit, maksimumi është deri në 52.000 euro afërsisht, ndërsa fitimi mujor është minimumi 1.500 euro, sepse po flasim 10 muaj kanë ngelur tani, e po themi 15.000 euro, 1.500 euro deri në 50.000 euro për afërsisht. E thënë ndryshe, 3 deri 9 klienta. Kjo është thjesht për t'u dhënë një ide se sa mund të fitojeni nëse ndërtoni një agjenci marketingu nga zero dhe me kosto zero. Sigurisht që duhet shumë dhe shumë angazhim. Nuk bëhet me llafe kjo, bëhet me punë. Se nuk fitohen kollaj 15.000 euro apo 50.000 euro brenda një viti. Dhe licenca për 2026 për gjitha agjencitë partnere që duan të ndërtojnë nga zero, sigurisht që ka një tarifë hyrëse, kjo tarifa është për antarësimin, trajnimin, mentorimin dhe të gjitha mjetet bazë që do të jepen personit. Dhe për 9 personat e parë, sepse ky është një program i cili do të jepet për 90 persona në total, pra 90 licenca do të jepen deri në fund të 2026. Dhe për këto 90 licenca variojnë si fillim nga 900 euro deri në 9.000 euro kur të plotësohet të gjithë grupi. Por për 9 personat e parë që 2 i kemi gjetur, kostoja e licencës është 900 euro. Në moment që plotësohet 900 e parë, atëherë do rritet kostoja e licencës, kalon 1.800 euro, kështu me radhë, sa herë plotësohet një 900, rritet vlera e licencës. Dhe në fund fare, për 9 të fundit fare, i bie që të paguajnë nga 9.000 euro. Kjo ishte pak a shumë programi për agjencitë partnere, pra për ata të cilët duan të ndërtojnë një agjenci partnere nga zero. Në momentin që merret licenca nuk ka më asnjë lloj detyrimi për 2026. Nëse jeni gati, më kontaktoni dhe direkt ja nisim sot, në çdo moment që mund ta dëgjoni. Dhe i kalojmë tek freelancerat ose personat që duan të vetpunësohen, por këta nuk kanë aftësitë bazë. Këta janë persona që duan t'ja nisin nga zero dhe duan të mësojnë. Edhe pse unë e them këtu që nuk është kurs, prap kjo në një farë mënyrë është një lloj kursi, në një lloj trajnimi. Pra ky programi, po themi, për të vetpunësuarit ose freelancerat është për ata të cilët duan të punojnë online nga shtëpia, që duan të shesin shërbime marketingu online, që nuk duan të ndërtojnë menjëherë një agjenci marketingu sepse kanë frikë, por që duan në fillim të testojnë veten, testojnë tregun, testojnë sistemin, testojnë aftësitë e tyre. Dhe kështu që kemi krijuar një program maksimumi 4 mujor, ku këta persona të mund të testojnë edhe të heqin frikën e tyre, pra edhe të zhvillojnë aftësi të reja, po edhe të heqin frikën që mund të kenë. Pra programi nuk është kurs, edhe pse ne i ndihmojmë që ata të zhvillojnë aftësitë, u japim materiale të ndryshme. Nuk është multi-level marketing, që do të thotë nuk është se ata shesin një produkt dhe pastaj ja sugjerojnë dikujt tjetër, ai tjetri të bjerë dikë tjetër e këta të fillojnë të paguajnë me përqindje nga njerëzit që mund të sjellin. Pra nuk është multi-level marketing. Pra është nëse bën një shitje, paguhet edhe fiton. Nëse nuk bën, nuk ka asnjë lloj fitimi. Dhe nuk është punë e shpejtë, pra nuk është një punë që e fillove sot edhe sot ti fillove të shesësh e të fitosh, sepse po flasim për fillestar të cilët nuk kanë eksperiencë në këtë lloj fushë. Dhe është bashkëpunim në bazë të performancës, pra në varësi të aftësive që personat do kenë dhe do zhvillojnë brenda 3-4 muajve të parë, do
edhe të paguhen. Dhe profili që ka ky freelanceri është i tillë, pra është një bashkëpunëtor individual i cili nuk ka strukturë as ekip, nuk ka licencë, nuk ka agjenci, nuk ka NIP, nuk ka një territor të caktuar, që do t'i themi, po themi ke vetëm Durrësin, pra nuk ka një gjë të tillë. Dhe ky punon drejt për drejt me panerinë online, shet shërbimet zyrtare të platformës, çmimet i ka të paracaktuara, dhe si ndihmë ne ja japim një agjenci me avatar të gatshme që është në pronësi të panelit online dhe ky do ta ketë në menaxhim për 2 muaj. Pas 2 muajve do ta marrë dikush tjetër që do të jetë si punë e këtij. Pra këto agjencitë me avatar që janë në pronësi të panelit online janë përkohësisht për ta ndihmuar personin që ky të mund të realizojë shitje dhe të rritë ato aftësitë e veta. Kushtet e këtij janë që ky nuk ndërton dot brenda këtyre 3-4 muajve të parë, nuk ndërton dot një agjenci marketingu apo të ndërtojë një ekip, pra që mund të gjej njerëz edhe t'i trajnojë apo t'i aftësojë, sepse ky vetë është në hapat bazë. Por nëse ky pas muajit të dytë i zhvillon aftësitë shpejt edhe dëshiron të ndërtojë agjenci marketingu, sigurisht që e ka derën e hapët. Mund ta zhvillojë, sigurisht me leje, me miratim pra. Por gjatë këtyre 3-4 muajve të parë nuk hap dot agjenci marketingu nëse nuk miratohet, nuk shet dot shërbime jashtë panelit online, pra të shes shërbime të tjera, pra shet ekskluzivisht vetëm shërbimet e panelit online. Nuk ndryshon dot çmimet, mund t'i uli po jo t'i shes më shtrenjtë, nuk përfaqëson dot veten si partner zyrtar strategjik i panelit online. Pra nuk mund të thotë që unë punoj te paneli online ose jam pjesë e panelit online, por ky do prezantohet nëpërmjet agjencisë me avatar që ka. Pra jam X-i nga X agjenci. Dhe nuk është i listuar si agjenci marketingu, sepse agjencia me avatar që është e listuar, aty nuk ka kontaktet e personit, edhe në rrjetet sociale nuk janë kontaktet e personit. Pra janë kontaktet e panelit online. Kështu që zyrtarisht i bie që ai të mos jetë i listuar. Pra agjencia që ai ka në menaxhim është e listuar, por ai nuk ka akses, po themi pra nuk ka kontakt të drejt për drejt me klientin. Ai ka kontakt vetëm në mesazhet që mund t'i shkruaj dikush nga rrjetet sociale. Ndërsa tek website-i që është pjesë e platformës nuk ka akses. Dhe në këtë paket, pra për personat që nisin si të vetpunësuar ose freelancer, minimumi duhet bëjë një shitje në muaj. Nëse ai nuk e bën një shitje në muaj, atëherë s'kemi çfarë bëjmë. Sigurisht që do të mësoj dhe për mënyrën se si plotësohet një profil biznesi në platformë, pra duhet të plotësojnë 100% për klientët që ai do gjej. Do të ketë ndihmën tonë për këtë. Bën postimin e videos çdo ditë në këto rrjete sociale, sepse ka nga një video ose 2 video çdo ditë që duhet i postoj tek agjencia me avatar që e kanë menaxhim. Bën raport ditor, javor dhe mujor çdo ditë. Dhe për hapjen e agjencie partnere pas muajit të tretë, nëse ka dhënë rezultat. Nëse nuk ka dhënë, vazhdon si i vetpunësuar. Nëse ka dhënë rezultat, atëherë mund të kaloj me fitimin pra 80-20 për 6 muaj të tjerë si agjenci partnere. Dhe kalimi si agjenci partnere nuk është se bëhet automatikisht, por është në bazë të aftësive dhe performancës të cilat do shikohen brenda 3-4 muajve të parë. Ky program nuk është, edhe pse personat vërtet nuk kanë aftësitë dhe mund të jenë në zero, por prap nuk është për personat që duan të punojnë 1 orë apo 2 orë në ditë. Duhet minimumi 3 orë lart, ndoshta edhe 4 orë. Nuk është për ata që kërkojnë të ardhura pa punuar, pra për ata që duan sot filluan, nesër duan të fitojnë miliona euro, ndërkohë që mund të kenë ja 4 muaj pa punë, apo tek puna e kaluar mezi kanë marrë 400 euro, edhe këtu duan të fitojnë miliona. Nuk është për ata. Nuk është për ata që kërkojnë rezultate pa volum, pra këtu nëse do të kesh rezultate, puno me volum, mbi 6-7 orë në ditë edhe sigurisht që ka rezultat. Nuk është për ata që duan të shesin çdo gjë, do thotë
Nuk mund të merreni me çdo gjë të mundshme, edhe pse te paneli online I kemi një 10 shërbime, nuk është e nevojshme që të merreni me të gjitha, po fokusohesh te 3-4 produktet ose 3-4 shërbimet që ti mendon se mund t'i shesësh, edhe aty fokusohesh. Edhe kjo gjë të jep rezultat të menjëhershëm. Dhe nuk është për ata që nuk kanë disiplinë pune, do të thotë një ditë punon, 3 ditë s'punon, një ditë punon 5 orë, një ditë punon 2 orë. Nuk është kështu, duhet disiplinë e përhershme çdo ditë, do të kesh një standard. Minimumi 4 orë po themi çdo ditë. Dhe në një orar të paracaktuar një ditë përpara. Nuk është për ata që kanë frikë të shesin. Nëse keni frikë, duhet ta hiqni frikën dhe kjo gjë ja jep mundësinë paneli online që ju ta provoni, ta testoni dhe të përballeni drejt për drejt me klientin. Nuk ka rëndësi shisni apo nuk shisni, po e rëndësishme është që të hiqni frikën një herë si fillim dhe pastaj të mund të shisni. Dhe nuk është për ata që duan të mësojnë, por nuk veprojnë. Persona të cilët thjesht duan të dëgjojnë se çfarë themi ne, por nuk veprojnë, ata persona maksimumi një javë I mbajmë në platformë dhe pastaj I themi vazhdoni se nuk është kjo gjëja për ju. Sigurisht që rezultati për 2-3 muajt e parë është do të fitoni një eksperiencë reale mbi shitjet online, të cilat s'kan lidhje me shitjet fizike, pra është shumë ndryshe shitja online nga shitja fizike. Dhe këtë eksperiencë ju e përfitoni direkt në një sistem marketingu të automatizuar, sepse vetë agjencia me avatar është një sistem I automatizuar, ku klienti në më të shumtë rasteve do vi vetë, por do jeni dhe ju që do bëni telefonata të ftohta. Dhe brenda 2-3 muajve të parë, do ta njohësh shumë mirë sistemin e panelit online, dhe kjo pastaj ju jep mundësi që juve edhe të punësojeni në një agjenci partnere, ose të vetë paneli online, ose në një nga bizneset që është e paneli online, ose si freelancer 50/50, që këtë gjë nuk ka heq njeri të drejtën. Vetë bizneset e paneli online sot kanë mbi 10 biznese të cilat janë të interesuar për një menaxher të një sistemi online, I cili të ardhurat në muaj ka minimumi 600 euro, por po flasim për një person I cili vërtet është I aftë si menaxher I sistemit online. Për me detaje do ta mësoni vetë se çfarë është menaxheri I sistemit online, sepse ju do të keni vetë në menaxhim një nga mini platformat tona pas muajit të parë. Dhe aty do ta kuptoni vetë se çdo të thotë të jesh një menaxher I sistemit online. Dhe nëse ju në fund të këtyre 3-4 muajve të parë aftësoheni dhe certifikoheni si një menaxher I sistemit online, atëherë keni të drejtën që do të jeni të listuar tek lista e menaxherëve të sistemit online dhe janë vetë bizneset që do t'ju kontaktojnë dhe thotë unë kërkoj të bashkëpunoj dhe do të jetë çështje kërkesë ofertë. Ka një çmim fillestar, po themi që fillon nga 600 euro, por pastaj bizneset mund të paguajnë më shtrenjtë 650, 700, 800, 1200, varet. Do të keni review. Do të keni dhe review aty nga bizneset dhe nga paneli online. Ndërton bazën e njohurive dhe aftësive për të kaluar në një nivel më të lartë pagese, që do të thotë nëse për 5 vite po themi ju keni punuar në një X biznes dhe të ardhurat I keni 500 euro, këtu maksimumi për 3-4 muaj kaloni në një nivel më të lartë, 600 euro e lartë, sepse aftësimi si menaxher I sistemit online ta jep këtë mundësi. Dhe rritja kështu është çdo 3-4 muaj ka rritje, nuk qëndron në vend, sepse rriten aftësitë, rritet performanca juaj. Dhe jeni të lirë të largoheni kur të doni, pa asnjë lloj pasoje, pa asnjë lloj detyrimi ndaj panelit online. Ajo çfarë përfiton një I vetëpunësuar që në ditën e parë, ai përfiton akses te platforma e panelit online, duke menaxhuar një nga profilet e një biznesi konkret, ju të kuptoni se si funksionon një profil biznesi në platformë. Keni videot, materialet bazë për menaxhimin e agjencisë me avatar, pra I keni të gatshme, video, tekstet, ne ua dërgojmë gati në një grup në WhatsApp, ju thjesht I merrni dhe I postoni në këto rrjetet sociale dhe bëni menaxhimin e tyre. I keni paketat bazë që ofron paneli online, I keni gati edhe për reklamim dhe për shitje. Ka një strukturë të qartë për secilin shërbim me informacione, me çmime dhe me skripte, po themi për të shitur.
Skriptet I kemi gati qoftë për prezantim, qoftë për shitje të paketave dhe të shërbimeve. Keni dhe mbështetjen bazike drejt për drejtimen në lidhje me shitjen e parë që ju doni të realizoni, pra që të kuptoni se si realizohet një shitje. Për 3-4 telefonatat e para, do të jeni ju, klienti juaj dhe unë, në një video call në WhatsApp, ku unë bëj prezantimin dhe shitjen e shërbimeve që ofron paneli online dhe ju dëgjoni se si unë e bëj bisedën edhe kështu ndërtoni një form tuajin komunikimi. Dhe pas muajit të tretë pastaj mund të aplikoni për agjenci partnere nëse doni. Nëse s'doni, vazhdoni thjesht si menaxheri I sistemit online ose si I vetpunësuar në sistem. Është vërtet ky program domethënë nuk garanton të ardhura, por një gjë e garanton shumë mirë, mundësinë për të fituar nëse ju mësoni se si bëhet shitja. Vërtet mund t'ja nisni nga zero, por për një javë, 10 ditë, 15 ditë, maksimum një muaj, ju e mësoni se si bëhet shitja dhe pastaj kjo ju garanton të ardhura pasive. Është e rëndësishme që këtu maksimumi për 30 ditë, nëse nuk jeni aktiv, bëhet ndërprerja, jo 30 ditë, po ndoshta edhe më herët. Pra, edhe nuk keni më bashkëpunim, mundësi bashkëpunimi me panelin online. Nëse është ndërprerje një herë bashkëpunimi, nuk ka më mundësi të dytë. Këtu statusi rinovohet vetëm në bazë të performancës dhe çdo muaj me abonim mujor në bazë të 3 paketave bazë. Pra si freelancer ose si vetpunësuar, këtu janë 3 paketat bazë. Paketa e parë është falas, që është paketa free, që është për një muaj që juve të testoni sistemin. A ja vlen, as ja vlen, a mundeni, as mundeni, dhe kjo paketë është 100% falas. Sepse është e sponsorizuar nga platforma e panelit online. Dhe në këto paketat, qoftë edhe te kjo që është falas, janë të përfshira mjetet e bazë, agjencia me avatar, trajnimi dhe mentorimi për një afat kohor për secilën paket. Kështu që ju e zgjidhni se si doni të vazhdoni bashkëpunimin. Paketa e dytë është paketa promo, që është paketë 2 mujore dhe ka një kosto 300 euro. Sepse edhe te kjo paket është e përfshirë mjetet bazë, agjencia me avatar, trajnim, mentorim brenda për 2 muaj që juve të testoni aftësitë tuaja. Paketa standard është për 3 muaj për ata që duan të japin vetes pak më tepër kohë, po themi, pra I kalon fazën 1 mujore, e kupton, por që nuk ka shumë garancitë e vetja, edhe thot ok, po jap vetes 3 muaj kohë dhe kemi bërë një paket që është 360 euro. Për të gjitha mjetet bazë, agjencinë me avatar, trajnimi, mentorimi dhe çdo gjë tjetër. Dhe pas muajit të tretë, personi të tretë ose të katërt maksimumi, personi duhet të zgjedhë ose vazhdon si menaxher I sistemit online me 50% të vlerës që paguan klienti dhe nuk ka më asnjë lloj detyrimi mujor, as abonim mujor dhe asnjë lloj gjë tjetër, sepse s'është më e nevojshme, ai s'ka nevojë më për trajnim, mentorim apo çdo gjë tjetër, sepse e ka kaluar atë fazën fillestare. Dhe ai është I lirë të vazhdoj të bashkëpunoj me ne. Si menaxheri I sistemit online, në një nga mini platformat, apo komplet si freelancer, ose si ambasador. Vetëm se këtu, ky nuk është një ambasador I thjesht, por është një ambasador me fitime më të mëdha. Nëse do që pas muajit të tretë ose të katërt të aplikoj për agjenci partnere, atëherë automatikisht ai duhet të marrë paketën 6 mujore, që është paketa Pro Business, që për momentin është 600 euro, sepse edhe kjo do ndryshoj në momentin që plotësohen ata 9 personat e parë. Kjo paket do bëhet 2 fish, e kështu me radhë, domethënë. Sa herë rritet, nëse e mbani mend, lista e tarifave që ishte për agjencitë partnere, që fillonte nga 900, 1800 e kështu me radhë, pra ishte 2 fishi për secilin grup. Edhe këtu është e njëjta situatë, edhe kjo do rritet. Vetëm këto 2 paketat e para nuk do ndryshojnë asnjëherë, ndërsa kjo është personi nëse do të ketë një agjenci partnere, supozojmë, dhe nëse është plotësuar, po themi 900 e parë,
Nëse është plotësuar 900 e parë, atëherë ai do të kalojë me tarifën që është 1800 euro. Për rastin konkret, po flasim, janë akoma dhe 7 vende të lira, kështu që mund ta kapni me 600 euro. Dhe për çdo klient të ri që sjell në platformë, i vetpunësuari i merr 50% të vlerës që ka paguar klienti dhe 50% i merr paneri online. Pra është 50-50. Edhe në rastet kur ai e mbaron këtë programin 3 mujor apo 4 mujor, ai pastaj vazhdon me këtë lloj tarife dhe nuk ka asnjë lloj detyrimi, pra është tamam freelancer ose i vetpunësuar. Programin e njeh, shërbimet e njeh, klientat i ka gjetur dhe ai për gjithë jetën, nëse do të punojë si menaxher i sistemit online, tek paneri online është i lirë. Do jetë edhe i listuar tek lista e menaxherëve të sistemit online nëse është kualifikuar si menaxher i sistemit online, nëse jo, thjesht vazhdon si i vetpunësuar. Dhe fitimet të mundshme për një menaxher të sistemit online ose për një të vetpunësuar, po themi, variojnë nga 9.000 euro në vit deri në 32.000 euro, ose nga 900 euro në muaj deri në 3.000 euro. Minimumi do të gjej 3 deri në 9 klienta, dhe kjo gjë është shumë e thjeshtë dhe një person e merr një rrogë, po themi 900 euro në muaj, super të mirë, super të kënaqshme. Ndërkohë që në 2027-ën kjo rroga i vjen pasive nëse ai i ka gjetur minimumi 90 klienta në 2026-ën. Sepse 900 euro i fiton minimumi në muaj. Nga puna që ka bërë në 2026-ën. Në 2027-ën nëse do të arrisë këtë vlerë, arrit gjen edhe 9 klientat të tjerë, po themi, në muaj dhe i bën nga 900 vetëm 1800 euro. Është në dorë të gjithë secilit për të ndërtuar një të ardhur pasive. Ky është sistemi që ka ndërtuar paneri online. Nuk janë shumë 90 klienta që dikush t'i gjej për një vit. Se nëse i gjen 9 klienta në muaj, ja u bën 90 klienta për 10 muaj. Kështu që është shumë e thjeshtë, ose i bie 3 klienta në një klient për 3 ditë. Punoni 3 ditë, gjeni një klient, kaq e thjeshtë është gjëja. Nëse doni ta kuptoni se si ndërtohen edhe si gjenden këta klientët. Thjesht duhet përkushtim, nuk bëhet me 1 orë, me 2 orë. Se punojmë nga 8 orë për të marrë një rrogë 300-400 euro ose 500 euro dhe nuk po punojmë 8 orë për të krijuar një rrogë të ardhur pasive për më tepër, që është 900 euro. Se nëse dikush për shembull thjesht mirëmban, po themi, këta 90 klientat që ka gjetur në 2026-ën, ai ka klientët gati. Edhe nuk lodhet më për 2027-ën, po e ka ndërtuar një të ardhur pasive. Dhe e kemi një program për ata të cilët janë brand ambasador, ose mund t'i quajmë ndryshe edhe hobista. Janë persona të cilët e pëlqejnë platformën e panelit online, i pëlqejnë shërbimet dhe këta duan që të jenë ambasador të panelit online, por që nuk duan të kenë detyrime. Pra duan të jenë free, të lirë, thjesht të flasin për panelin online, por nuk duan të kenë asnjë lloj angazhimi tjetër dhe asnjë lloj detyrimi tjetër. Dhe këta ne i kemi quajtur brand ambasador, të cilëve ne ju japim 30% të vlerës që paguan secili klient. Dhe nëse një person na sugjeron minimumi 30 klienta për 2026-ën, të ardhurat që ai mund të fitojë si brand ambasador variojnë nga 5.000 euro deri në 20.000 euro në vit, ose nga 500 euro në muaj deri në 2.000 euro në muaj. Ajo çfarë mund të bëj është na sugjeron 3 deri në 9 klienta çdo muaj. Dhe e nxjerr një rrogë shumë të mirë në Shqipëri, dhe pastaj ky është i lirë ta bëj marketingun, edhe reklamimin, edhe gjetjen e klientave si të doj ai. Por ai thjesht i gjen klientat, na i dërgon të gatshëm, ne pastaj merrem në pjesën e hedhjes së informacioneve në platformë, menaxhimin e klientit edhe çdo gjë tjetër. Ai paguhet një herë edhe është i nderuar. Këta janë brand ambasador. Janë persona të cilët nuk kanë asnjë lloj detyrimi,
ndaj panelit online apo ndaj klientave. Ata thjesht na i sugjerojnë klientat edhe ne merremi me të gjithë pjesën tjetër. Kjo ishte pak a shumë prezantimi i të gjithë projektit të panelit online për të gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e kësaj platforme, qoftë si partner strategjik, qoftë si agjenci partnere, qoftë si përmarrës online, pra që duan të zhvillojnë, po themi, një biznes online ose një mini kategori, qoftë si brand ambasador apo si menaxher të sistemit online ose si të vetë punësuar, po themi, janë të mirëpritur të më kontaktojnë. Ju uroj shumë suksese dhe vendet janë të limituara për agjencitë partnere dhe partnerët strategjik. Ndërsa për të gjithë të tjerët ka vend sa të doni. Brand ambasador pa limit, menaxher sistemit online pa limit. Vetëm për agjencitë partnere dhe partnerët strategjik vendet janë të limituara. Janë 9 partnerë strategjik dhe janë 30 agjenci partnere. Si përmarrës online do të jetë ndiku te 60 dhe pastaj brand ambasador dhe menaxher të sistemit online do jenë pa limit. Nga unë Muhamet Bishka, ju uroj shumë suksese, më kontaktoni nëse dëshironi të jepni një mundësi vetes.